Ibn Kajimi, Allah mëshiroft, në mënyrë tekstuale ka thënë kësaj. Në librin Zadul Mead ka thënë njeriu me fytyrë të bukur, nëse nuk e ruan bukurinë dhe hjeshin e tij, por e përdor atë për gjëra të shëmtuara dhe për mëkate, atëherë sa më shumë që plaket dhe sa më i shtyrë që të bëhet në moshë, zymtësia, errësia dhe shëmtia i shfaqen në fytyrën e tij. Pra, me kalimin e viteve, mëkatet do të bëhen gjithnjë e më dukshme në fytyrën e mëkatarit. Dhe nga ai që dikur ose ajo që dikur është dalluar për fytyrë të bukur, tani do të shndrohet në dikë që të trishton me pamjen e tij, që të lemeris me pamjen e tij, që fytyra e tij tani më tregon për dikë që ka një brendësi të tmerrshme, ka një brendësi e cila për shkak të mëkateve është kthyer në burim frike, në burim tmerri, në burim i cili njerëzit i bën të lemeruar. Pra, për të shmangur operacionet plastike që ne sot i shohim që janë përhapur gjithandej nëpër botë, mos bëni mëkate. Nga se duke u larguar nga mëkatet, ruhet natyrshëm bukuria. Ndryshe, po bëm mëkate, them kësaj më mirë, nuk ka ndonjë operacion i cili mund ta largon shëmtinë, mund ta largon atë pamjen e keqe, atë pamjen e tmerrshme, dhe ne jemi dëshmitar të shumë prej atyre që kanë bërë operacione të këtilla, janë duken edhe më të tmerrshëm, duken edhe më të frekshëm, duken edhe më të shëmtuar. Prandaj rruga e vetme për ta ruajtur shëndetin shpirtëror, shëndetin psiqik dhe shëndetin fizik, pra edhe pamjen, edhe dukjen, është që ne të largohemi nga mëkatet dhe gjunat.